Shim është një organizat e cila e ka specialitet propagandën e linqimin, për këta lipu gati, që ky që shtuma, që ky armika që ky. Por çfarë do të thotë? Ku krisën raportet, sepse këtu vetë zonja Osmani po e pranon se data 28 është e bërë një farë forme për t'i ndihmuar kurtët. Vjosa Osmani, pas ka qenë e humbur, prej atë ka qenë për mund, paktën, e humbur edhe e thyme me Albin Kurtin, prej takimit të Albin Kurtit me Memli Krasniqin edhe Abelar Tahirin. Prej aty ka nisë Vjosa Osmani her pasere me kritiku qeverin, kur thëjke po lumbi gjos me fatin e vendit. Po pse ka lidhje me PDK-n? Elementet tjera, sepse menoj që tashmë PDK-ja është elementi tjetër i Kurtit për me arrit do qëllimin pushtet, të e përfshin edhe presidentin. Nuk ndodhi ajo. Vjosa u rikthye, po Albin Kurti nuk rikthye mo. Pra kjo naivisht në fund kret, ka besu që të ja bon edhe do shërbimet vogla Kurtit, që s'po dalime që në vogla, që është data e zgjedhjeve shumë tjera, të u bo pal me kërcnu kushtetusën. Ju kujtohet juve çështja e Llabanit. Dhe Llaban kishte kërkuar tani në rastin e masës përkohshme që të mos jetë pjesë e panelit gjyqtarëve që vendosen. Ka gjithë verës vjetë që e lam pas, na kemi pas dilema rreth kushtetutës. Ndërkohë nëse kishte dalë Llabani, pas atij presionit Vjosës që e paralajmëroi si rrezik i sigurisë kombëtare, gjykata kushtetuesës merr vendim. S'ka korum mo. Dhe kur jemi tek Mesin 6 gjyqtar aty. Vjosa Osmani i ka shërbyer dëshpërueshëm Kurtit me shpresën që kjo ndërmend. Po për dallimin e Vjosës, Kurti ka plan. Ky këtë plan e ka thonë para 6 muaje me një darkë te një bashkësi fetare, ku unë e di saktë që Vjosa nuk është në planin tim. Fare. Para 6 muaj Kurti e dinte se Vjosa nuk është në planin e tij. Por ti ke besuar ndryshe Azdran, se para 2 javësh na ke thënë opsioni i fundit i Kurtit do të jetë Vjosa. Po e them me vërtet, unë e thashim tut dhe në fund, heshtja e saj. Po kur pe qyri në fund heshtja e saj. Nga shnima mëndësue, po kur pe qyri në fund ket, ma mirë të kish hesht dhe sa me folë si dje. E qartë, ndërkohë, a mund përpara se dalim tek Rexha, ka edhe një tjetër dorëheqje në Guxo, ka qenë antar i kryesisë qendrore të partisë Guxo, Kujtim Hajdaj, që ka njoftuar se ka vendosur të pezulloj për kohë të pacaktuar aktivitetin e tij politik brenda kësaj partie. Por a do të pozicionohet Peci? Ka të qenë i pozicionuar Peci. Unë besoj që ajo është po mënej. Po zotri Rexhaj. Nuk pajto me Azdrenin se e humbur është Vjosa. Absolut Sali. Humbur është në këtë lojë është mbajeni mend tash nuk zgjat shumë kjo çka po flasim. I humbur është në këtë rast Albin Kurti. Arroje. Se Vjosa është brenda mandatit sajna. Ajo shkoj apo shkojnë zgjedhje është tjetër. Albin Kurtin do të adamtoj aq sa i ka dërgu vota, paraforësisht aq do t'i tërheq mbrapa. Nuk është matematikë. Sepse i ka shërbyer deri ditën e fundit. Jo vetëm me 28 dhjetorin që e ka bërë për sipas dëshirës Kurtit, po dhe Glauko Njuftin e ka kandiduar në kundërshtim duke shkel kushtetutën, se Glauko është dashur me i dërgu aty 61 emra deputetëve të cilët e votojnë ajo si ka kërkuar. Edhe çka më e keqe, ai masi se nuk ka votu Glauku, ka dalë dhe ka sulmu në prag të zgjedhjeve, fushatët zgjedhore, opozitën e ka shpall fajtore nga konferenca për shtyp. Prandaj lojaliteti i Vjosës ndaj Kurtit nuk e dëmton Vjosën, e dëmton Kurtin. Absolut. Na kemi qenë. A e ka e shë që po ndodh? Mos e rrenë, që të problemi se opozita gjithë pe ka një alibi naive edhe në fund po ngullët. Këta mirë me kriju e projekt politik, me llogarit në Vjosën, është sikur me hinë mal pas sakic. Vjosa është e djegme, u kry puna saj. Edhe mirë që ka kështu. Kjo lajmi në Kosovën. Sa ma pak njerëz si Vjosa Osmani politik, aq ma mirë për vendin. Po kjo temë tjetër, ideja me kriju një platformë politike me mund Albin Kurtin. Me kësi naiv që besojnë që Kurti për një më konstruktiv e i jepshin komplimenta para një javë deputetet e kes, për bes në pas gjatë. Do doja të kaloj edhe pak tek zotri Rexha. Zotri Rexha një deklaratë dje interesante ke zonjës Musliu, pra deputetës Ganimete Musliu, ajo tha se Osmani dhe Kurti me veprimet e tyre kanë provokuar luftë civile. Ju duket e logjikshme, besoni se mund të ndodhë një gjë e tillë, duke marrë parasysh formën se si po shkon realisht momenti politik? Ja, nuk e kam para kur një luftë civile. Nëse s'ka mujt Albin Kurti me shkaktu luftë civile, kur i qitë këta 20-30.000 njerëz me gure, me armë aty në rrugë, nuk besoj se vjen në asnjë shans Kosova nuk mundet me ardhi të lufta civile, se fundi fundit aty është
këfori dhe ai bonostili ata marrin situatën dorë. Ja, nuk Ka, na hërgjen e aktivistave. Ka dëshirë? Edhe luftë civile, po more, problemi të Po kush me këtë